Mungesa e kuorumit ka qenë arsyeja që edhe këtë herë ka quar në dështrim të mbledhjes së Këshillit Gjyqësor të Kosovës, në të cilën ishte e paraparë zgjedhja e kryesuesit të ri. Siç e shihni edhe sot jemi me 8 anëtar të pranishëm. Gjyqtari Faret Vellia ka njoftuar se për shkaqe shëndetësore nuk mund të marrë pjesë në takimin e Këshillit, andaj edhe sot nuk ka quorum për mbajtjen e takimit. KGK-ja kishte vendosur për këtë të martë të mbledhjen pikërisht për shkak se gjyqtari Vellia i paralajmëroi javën e kaluar se nuk do të ishte në Kosovë për arsye shëndetësore. E gjithë situata e dështimit të vazhdueshëm të mbledhjeve u vlerësua shqetësuese nga anëtarët e KGK-s e madje u ngritë ndyshime për ndërhyrje politike. Sinkronizimi i veprimeve me struktura politike, me grupet interesit dhe persona tjerë, nënkupton saktësisht dështimin e procesit të zgjedhjet kryesuesit të KGK-s e para. Çdo tendencë për të influencuar anëtarët aktual të KGK-s. Çdo tendencë për të favorizuar për anëtarët e KGK-s dhe njëkohësisht çdo tendencë e presionit nga brenda apo jashtë sistemit mbi anëtarët e KGK-s. Ndërkohë që për të dytën herë brenda pak ditësh dështoi mbledhja e KGK-s, Komisioni për Legjislacion ka vazhduar intervistimin e kandidatëve për anëtar të Këshillit, me që 6 anëtar duhet të zgjedhen nga kuvendi. Anëtari tjetër i KGK-s, Artan Abazi, tha se nuk kanë pranuar asnjë dëshmi për problemet shëndetësore të anëtarit që mungoi. Ai ka pas mundësi që 5 ditë nëse ka pas gjendjen e tij të na njoftoj me kohë, jo 12 orë para takimit. Domethënë, të mbajmë përgjegjësi për atë çka e themi. Të mbajmë përgjegjësi për detyrën që e kemi. Disa prej anëtarëve kërkuan që mbledhja e ardhshme të caktohet për të mërkurën, por kjo nuk ka gjetur mbështetje nga anëtarët e tjerë, të cilë kanë vlerësuar se një gjë e tillë nuk do të kishte efekt nëse ai mungon sërish. Këshilli Gjyqësor i Kosovës më 12 mars shpalli konkurs për kryesues të ri e për këtë pozitë në garë janë Rustem Thaçi e Besnik Bislimaj. Aktualisht KGK-ja ka 9 anëtar nga 13 sa duhet të ketë.